Të nderuar dhe të respektuar vëllezër, para nesh kemi hadithin e pejgamberit alayhi salam, ku thot pejgamberi alayhi salam, në botën tjetër nuk ka të lëvizje këmbë e njeriu, kush për në xhenet e kush për në xhenet, pa u pirë për 4 pyetje. Pa u pirë 4 pyetje. Pyetje e parë, jetën ku e kalove? Jeta është prej lindjes e deri në vdekje. Ai mund të zgjatet shumë, ai mund të jetë edhe e shkurt shumë, por për çatë jetë që e kemi jetuar, ne kemi të pyetemi në ditën e Kiametit. 60 vjet, 70 vjet, 100 vjet. Mesatarja në kohën tonë, ju e dini se Muhammed alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammed, ka ndruar jetë në moshën 63 vjeçare. Pra kjo përsipër që jetojmë neve më duket se është tepër. Nuhi alayhi salam ka jetuar mbi 1000 e ca vjet. Stash ndavet ka pasur 950 vjet. Pra jeta e njeriut komplet kemi të pyetemi, ku e qumë atë jetë? Ku e kalumë atë jetë? Vjetët do të pyeten, mujtë do të pyeten, ditët do të pyeten, orët do të pyeten, minutat do të pyeten, sekundat do të pyeten, frimët që kemi marrë do të pyeten. I shnosh do pyetesh, i smund do të pyetesh, i varfër do të pyetesh, pasanik do të pyetesh, i dobët do të pyetesh, i fuqishëm do të pyetesh. Këtë kjo jetë, ekran do ta kemi në botën tjetër, e ka të na pyete Allahu xhaleshanu ku e harxhon. Në kohën e Nuhit alayhis salam, një nanës i vdes një djalë, e qanë shumë. Djetari asaj koha i afrohet thot, oj loke, ban sabër. Tha po e vlet e kam pas, ka konë shumë i ri, po sa vjet ka pasur? 500 vjet. Pas ka qenë i ri 500 vjet. Çka i thot djetari? Do vaj një kohë, në fund kësaj botës, njerëzit do jetojnë as edhe 100 se në maj. Ai lokja çka thot? E sikur t'isha pi ati umetit, valla e gjithmonë do t'isha me kajen seshti, me kokën seshti. E ka vlerësu kohën, e ka kuptu kohën, e ka kuptu se dunjan tjetër për ta fitu vetëm nëpërmjet kësaj botës. S'ka botë tjetër. Këto çka kemi mbjell, ajo do të korrin. Mirë do të gjejmë. Keq do të gjejmë. Yawma tajidu kullu nafsin ma amilet min khairin muhtara, wa ma amilet min su. Çdo kush i ka ta gjejë ata që ka qenë përpara. Pra, për jetën kemi të pyetim vëllezër të dashur. Atëherë, çka duhet me bë? Mos me lanë minutat, sekundat, orët, ditët, javët, mujt, vitet na kalojnë shprazë. Në haram as pak. 24 orë i ka ditë dhe natë. Brenda atyre 24 orëve e kemi 24 ormana. Kur ta hapësh një orman, një dritë e madhe, një erë e këndshme. Sikur të bashkëpërndajsh xhenemlive, do të harrojshin dhimbjen e xhenemit. Kush është kjo orë që kemi pa ibadet, që kemi pajtu Allah? Kurse ormani tjetër kur të hapesh, një erë e keqe, një erësinë e keqe. Sikur t'i shpërndahet xhenetlive, do t'i harrojshin kënaqësitë e xhenetit.
Kush është kjo? Kjo është ajo ore që kanë bërë punë të këqija. Sot në arojtë. Kër hapëni orman qëtër, shef as barth as zi, shprazët. Kjo është ora që i ka kaluar kot, ka flet, ka ngran, ka hec, pa kun një farë qëllimi. E ne si musliman, orët e jetës tonë si duhet me mbush, me nur, me dritë, me erësin as pak, po një kosi dhe të shprazët jo. Po si? E fali jacëj? Po. E kje një jetin të falish edhe mëngjesin sabaj? Po. Tër natën jenë zikër. A je duke ecur? Po. Banë një jetë të bësh vizit një vlaun tonë, prindit, familje, një hosh, në gjami, një të smuntit, një pajtes. Këtë kjo livizje jote atëre shkruajnë se vatë. Për të ngranë, ha thoi, ha, të forcohem për ibadet. Të forcohem për ibadet. Ka pas njerëzi që kanë ngranë, ka pas njerëzi që s'kanë ngranë. Thot njani, thot, unë do ha të forcohem, ke mësajt për ibadet. Qëti thot, jo nuk ha, se do të më forcohet epshi do bëjtatë. Kështu i kanë zgjedhë problemet e jetës njerëzit. Pra, çka ishte pyetja e parë? La tezulu qadama abdin hatta yus'alu an arba. Nuk mund të ecë njeriu, të vazhdojë rrugën ditën e Kiametit pa u pyet për 4 gjëra. E para ishte jeta. E dita, shababek, rinia jote. Shumë kohë e shkurtër është e rinisë. A është rinia ndërmjet ditopsirave. Para kje fëmijërin, mbrapa e kje pleqërin. Rinia ko është në mes ditopsirave. Ama qëto ditë të shkurta fiton shumë. A që thot of në pleqëri, pse thot of? Nuk e shfrytëzoj kohën e rinisë. A që të thosën botën qëtër of, edhe a i thët pëse s'punova në beri, i ndëruar Allah. Muhammedi a.s. Allahumme salli ala Muhammed ka thanë, nësirë të bi shëbab, këtë fitare që i kam bëj me rinin, vëzit të dashkër. Ko rinia jonë? Dhe kemi babalarë të më. Ko rinia jonë? Pasha Allah. Mos ju drejta varit, as tabutit, as të nëshirit. Nëse komplet islam nuk e ki marë, e komplet nuk e le. Sidomos këtu në Zvicër. Sidomos në Zvicër, vëzit të dash, ku e rinia jonë? Mu vëjnë ketë shumë, pasha Allah. Ja e kini dit pushim. Sot do t'ishte gjamaja plot me në sabat, me babalartë dhe me gjë, bile dhe me gratë. Po shkojnë po shëtitje në zban ka këva e gruja në gjami. Komplet me fmije, me gra, me burat vim gjami. Përse? To problemi një, s'ka qëtër problem, besimi. Islami nuk është që thamë unë, që du unë. Islami është që ka thënë Allah. Inna dina inda Allah l'Islam, wa men yabtaghi ghayra l'Islami dinan falan yuqbala minhu, wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Fe pranur është fe Allah. Kush ka ideologji tjetër, fe tjetër, nuk do t'i pranohet, dhe nesër do t'jesi i përbuzuraj, ai do t'jesi i hudër. Mu për atë, apel, telefonin e kemi, për një ndeshjit futbolit, vallaj, këtë marrën veshtë. A se ka ligjeratë sonë dhe ndoshta e kanë marrë veshtë, do të se kanë marrë veshtë. Po edhe kur, për shembull, për futbolin, s'kemi pas mundësej të shofëm, ne pisëm sa be sa dule, bile pisëm kush e dha gollin, bile pisëm sira, a me ka shpejna për para, këta divëre. Interesojmi për pikë mëri të adimi si ka ndo ata i lojë, përse këto më spisim, vajtë të dashkë. Pa ditën e shtone kje dhe ditën e djerë, dhe ndërmojva. Rini. Rini e mberuar. A pranon mos kesh si? A pranon mos kesh vesh? A pranon mos kesh goj? A pranon mos kesh dure dhe kam? Auzu billah.
nesër. Nesër do të thosh, o Zot, ma mirë do t'ishte mos kishim si, se pash haram. Ma mirë do t'ishte mos kishim veshën dë gjava haram. Ma mirë do t'ishte mos kishim gojë, se fola haram. Ma mirë do t'ishte për mu mos kishim dorë dhe kam, shkojnë haram. Bile, çka do të thosh se mohusi i fesë islame, ja lejteni kuntu turaba. Bote tjetër është bok hakmarje. Edhe kafshët do të hakmiren. Ai që ka qenë me brina, këtë botë, që e ka vrarë pa brina, nesër do bëhet ajo pa brina me brina për të marrë hakun. Mandej, s'ka ndonjë përgjithësi, s'ka xhenet për ata. Kunu turaben, bani dhe. Mohus të fesë islame, mohus të Allahu Gjeleshan do thonë, sikur të kisha kanë kafshë. Me i thonë sot i e kafshë të ju t'i qëtësit. A nesër vetë t'i thos e kafshë. Allahu Akbar. Inderuar i vëlla. Në Damas kam marrë pjesë me një xhamat. Ndalë dhe thoi, merret pasqyrën ku shkoj të shtëpia, elhamdulillah këto si që mi ka falë Allahu. Elhamdulillah që mi ka falë veshët e gojnë, e kratë, e kamët, gjimtirat, shnosh, mashallah, gresh më njës, Allah. Ketë kjo takër të lo për taj. Pse? Ishi i lodhër, tha, aj pushon. E nesër të freskohesh për punën që vazhdojnë. Elhamdulillah, elhamdulillah. Hinda në xhami, ligjeru si hoxha, man ligjera, pranë ati ka një përkthis. Çfarë përkthisi? Anglisht, gjermanisht, arabisht, jo. Më falni, me shenja. Këtë ishin shurda edhe me beca. Me shenja, u mirëshin veshtë. Hoxha folte, përkthisi vë përkthente, ato nuk shiqojshin hoxha, nuk shiqojshin përkthisi. Sepse, si do t'i kemë gojnë ati dhe në lëvizet e të marrën veshtë. Po një prej atine, shpinën e kishe të këthime ka hoxha. Si mbaroj ligjerata, hoxha piti, tha, pse ki shpinën e ka këthimon? E unë, pa ki tha, për pos që nuk shqyqon, që nuk ndigjon, edhe nuk folen, e nuk shqyqon. Allahu, ersin be ersin. Ndalu një ditës, ndalu sonte, mbili si. Si e shqep dënjan, ama pse i qenë nësejt nuk është interesant. Me të mbil për gjithmonë. Masive të ndalën e në veshët. Mas veshët të ndalën e goja. Po që kur të t'japë Allah e komplet të gjimtira të ta mare mende. Elhamdulillah. Shko me bëne zjaret atë spitali. Jo pëse ki do një dashamire tje. Shko qili tjera. Edhe preke trupin. Mandë pia ti shko të vorezat. Edin ku shërën atje? A gjë janë njerëz fuqishëm, pasanika, të ri, kanë ndruar të bëhen ku ta di çka. I vështëlli toka. Pra, do të pitin vëllezërit të dashur edhe për enin, e cila gjendet ndërmjet dy dobësirave, që atë bën çdo sent. Por koha na vjen keq. Orë më të shtrenjta bajnë muslimanët, por janë muslimanët që nuk e respektojnë kohën. Lumuzina më të shpejta muslimanët çojnë, por ata janë të njëjtit të cilët për shembull mas këtë popull janë brapa. I keqi na thotë ju jeni të këqij. I prapametri na thotë jeni prapametër. Pashallah. Ashtu. Atë vjen keq në Zvicran thotë e kam pranuar Islamin pe Kur'anin jo pe tije. Se te ke falsifiku Islamin. Allahu Akbar. Lindur për di prindve musliman. Në mezin e muslimanve, Zvicrani gjithë që e ka pranuar Islamin, në thëtë, unë e kam pranuar Islamin për Kurani, për sunet jo për ti, se te ke falsifikuar Islamin. Pa nuk o falsë, vallaj. Gjamije mos jesë e plot, vallaj. Po hoshta unë e jam lodhër, po pëse nuk e dajte gjisëm atë lodhje. Edhe pak për të një, edhe pak për ajre. Nuk tham une që mos punësh këtë botë. Pa e regullu këtë botë, s'ka botë tjetër. Pa e regullu këtë botë, pse e tham? A do të falish shpin teme, po? Pas të rekit e pikin. A do të mash abdes, e kje ujtin. Por kjo është, këtë botë pa e regullu, se fitone në botën tjetër. Pra, qka ishe pyetje parë? La te zulu kadema abdin hatta yus'alu an arba.
s'ka të etë si njeriu, as një hap për para, përveç që të pyete për 4 gjara. E para çka ishte jeta komplet, e dita çka ishte rinia, e treta çka është pasuria, vëllezër të dashur. Si e ki fitohu dhe ku e ki harxhu? Islami nuk është kundër pasurisë, jo. Kemi të shkrime në feje tjera thonë, gjoje se ka thonë Isa, gjoja, hasha, larg. Kush do të mbashkagjitet mu të shkarkohet për këtë pasurisë. Muhamedi a.s. e pranoi Hatixhen me këtë pasuri. Dhe ka thonë hadithin, ka thonë, është një met, është begati një pasuri halal në dorën halal. Se me pasuri po bëhen. A do në martohesh? Po, duhet pasuri. A do në bëj shtëpi? Po, duhet pasuri. A do në të arsimohesh? Duhet pasuri. A i s'mund do në qërohesh? Duhet pasuri. A do në bashkohesh? Duhet pasuri. A do në bëj shtet? Duhet pasuri. Pra, zujjin e linnasi hubbu shehvat. E ka zbukurua Allahu, va ka bët tërhekse dunjan. Përse? Çka është pasuria? Unë s'punoj, të s'punon e tjetër, çka bëhet dunja haram. Po mu më ka thonë dashurin të punoj. Edhe ti ta ka thonë dashurin, edhe a qëti ja ka thonë dashurin. Këtë e ka thonë para 1400 vete, kur Zvicra ka hangër kumpira o vllazni. Kur s'ka pas brek, po erdi Islami tha, vesh brek, vesh pantume, se do qorohesh. Dhe Islami i tha, Evropës i tha, zije ushqimi. Zije ushqime mësë atë të gjallë. Alhamdulillah. Pra, qka është punë? Në ka zbukurur. Te punon, unë punoj e qiti punon, për të gjallëruar jetën. Dhe për ata thët, bukuria që manifeston në tokë mëse nga. Pa gjë ku aprish në tokë, pejsajet e bukra. Islami vetë është pejsaj. Islami është bukuri, vëllezër të dashur. Gabim këtë njëre që e bëjmë neve këtë, mos është mos, jo pashallah. Knasia është, vesho mirë, jeton mirë, ham mirë, lungozin tipit më të ri, një libresh të bankës edhe një bane. Ama, si e ki fitohë dhe ku e harxhon. Si e ki fitohë dhe ku e harxhon, këto është. Çka bëjmë me malin? Me pasurin, 4 grupe ndahen njerëzit. E fiton halal, e harxhon halal. E kuptuar? E fiton halal, e harxhon halal. Grupa e parë. E dita, e fiton halal, e shpenzon haram. E para çka ishte? E fiton halal, e harxhon halal. E dite, e fiton halal, e harxhon haram. E treti, e fiton haram, e harxhon halal. Me para haram do të bëjë xhami. Me para haram shkon haç. Me para haram e bëzëqar. Po çka ka mata? Çka e do tjera? Çka e? E katërta, me para fiton haram, e në haram. Ne kush jemi? Ne halal e fitim, me halal e harxhim. Halal e fitim, halal e harxhim. Pra, la tezulu qadama abdin hatta yus'alu an arba, nuk mund të ecë njeriu të shkoj ai për në xhenet, ai për në xhenem, pa mos më pit 4 pyetje. Unë i ra shkurt, se e di se ti dozën së një bani. Pa në gjisëm dozës jemi të e bani. Subhanallah. E katërta ilmi, dije, çka ki pa? A qërë ilmë duhe me pa shumë ilmë? Jo, pa shumë. Jo. A e din gibetin sa në keqa, jo? Me përguju, a e din sa në keqa, e din? Po, pëse përgujon? Pse fol ma shpine? Pse bon mizjurlek? Pse bon shpionash? Pse fol për ata? Pse gozbon këndi? Këtë e di? Te e din bismillahin se të jam qesh dëkujt, e di? Për pse si jam qënë? Te e din për shembull se gruas dhe t'i thosht më lohe? E din, pse si thoi? Pse si thoi vajzës? Pse si thoi djali? Pse si thoi? Pra, dije nuk ka nevojë të këtë hadithet t'i din edhe këtë Korane. Qatë që e din o Allah, pse nuk e? Bile. A e thët që e më qef dijen e në a i ka gjënaf. A që i fol pa dije ka gjënaf, e në a i që e më qef dijen ka gjënaf. Djetarë ndajnë në 3 grupe. Djetarë në xhenet, djetarë në xhenem, djetarë në xhenem. S'ju po. Djetarë i parë i cili ka dije dhe e fetfa me dije.
I diti s'ka dije e fet pa dije. I treti ka dije për interes e ndryshon situatën. E ndryshon situatën. Dhe më për atë, qatë dije që i kemi vëllezër të dashur, ne duhet për shembull të hapëm një mjesht i mirë, nuk i merr edhe ato të thomi mjetet me vitin në val. Për çka? E merr vetëm shpërblimin mjetet e lanë. Kullu Allah mos e merr me vete. Leja djalit, leja vajzës, leja njerëzve brava. Pse e tham këtë? Që tash unë isha hoqë për këtë des. Po tash ju po ato xhallar. Ama ju t'i kallzoni des hoqës tash. Ju t'i kallzoni të shtëpia tuaj des. Çojeni atje. Mas hoqës i një bë hoqë juve dhe vazhdoni. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ويا فوز المستغفرين استغفر الله لله الفاتحة.